Emisioni Një kafe me lavin mbështetet nga Prishtina Tiket, Aria Petrol, Avin Cafe, Teljaku Dental, Valeone. Përshëndetje, sa e bukur, po e fillojmë bashkë me lumin e taulantin, por jo vetëm këtë pjesë këtu, por sonte bashkë do t'jemi edhe në diku tjetër. Jemi te La Strada, të vendosur bashkë me ekipin e Radio Televizionit Distani, bashkë me ekipin e emisionit Një kafe me lavin. Sepse atje, na pret mikesha jon Ryva Kajtazi, por Ryva është një koqire kësaj nate që i pret edhe shoqet e saja. Është kënaqësi që sonte është Ariola, Valira, Erisa, Selvia, pjesë të kësaj nate. Por jam me fat dhe falenderues sepse unë gjithmonë aromën e kafes e kam pavini në studion e emisionit Një kafe me lavin, aromën e pavinit e kam kudo që jam me emision, për shkak që aroma është e veçantë. Faleminderit kompania Tapaj, faleminderit Pavin Kafes që është pjesë e rrugtimit tam. Prishtina Tiketin udhtoj kudo në vende të ndryshme të Evropës, po them edhe të botës. Destinacionet ndryshme. Mos harroni. Hini online, rezervoni biletën tuaj për ku doni. Edhe vera po vjen, vera edhe e mirë, edhe e lirë, edhe e mirë bashkë me Prishtina Tiketin. Për toke, jam bashkë me Aria Petrol. Faleminderit që është pjesë e rrugtimit tam. Aria Petrol ju e dini që është e vetmja pikë në Kosovë e momentit, sepse do zgjerohet në vazhdimsi e sipër. Faleminderit secili për juve që jeni pjesë e Aria Petrolit. Buzëqeshja ime është për mrekulli. Fal Teljaku Dental, për ndryshe Ardi Teljaku jam falenderues që të kam. Por unë në Prime transmetona, por edhe me Prime Travel udhtoj kudo. Pushimi jam është shumë i sigurt sepse besueshmëria është mbi gjitha. Edhe ju hyni online, rezervojeni qoftë në Kosovë edhe qoftë ju që jetoni në Zvicër e keni edhe zyrën në Zvicër të Prime Travel. Valone, Labinat Gashi, faleminderit që janë pjesë e emisionit Një kafe me lavin, por unë jam falenderues pafund jam juve. Juve shikues që kam të shumt, qoftë Një kafe me lavin në Instanesh, qoftë Një kafe me lavin në YouTube. Këto momente, prej kësaj atmosfere largona, shkoj, i japi dorën takona, bashkë me lumin e taulantin me Ryva Kajtazi. Dashuri! Kënaqësi është që jemi sonte bashkë, as më tepër me shikuesit e emisionit Një kafe me lavin. Kënaqësia është e imja, faleminderit që sonte je me mu, në një darkë që kemi me bo bashkë, edhe me një ambient të ri, një shtëpi e re e jona. Jemi bashkë me taulantin me lumin, si zakonisht që i kam gjithkam as vetit, dhe sonte këto në këtë vend mrekullueshëm, uroj që me pas fat edhe me shku mirë për mrekullinë Zotit. Shumë faleminderit, shpresoj, uroj. E di që o boni pikë edhe jana e re, po vim shpesh, po vim kafe. E vërtet, një shtëpi ma shumë për neve. E ma e forta e krejt kësaj është që Ryva po gatun.
Kjo është dhe me thonë bukuria krejtë kësajna. Po, hajdeni, lirisht, edhe sapi po vese na muj me shërby. Lirisht, dhe qam. Jetoni lirë shumë, në shtëpinë tuaj. Dirisa edhe këta bëhen gati, po servojnë. Unë kafen e kam, a muj mull me shiju kafen? Ti e musafiri jam sonte, kështu që mundesh më ullë, se unë e kom i pritë edhe do musafir tjerë, cilë ti kom tusët. Sonte janë mikeshat e mija ma të mira, edhe shpresoj që Dhe me tonë, unë sonte kom e prish pak strukturën, edhe me prish pak strukturën. Ti e në mesin Gjinis bukur. Gjinis bukur, femrore. Okej, po shëjaj kafen. Shëjaj e kafen. Ej, faleminderit ta. Kush është e para që të vjen? Ta presim, nuk e di. Në më tonë, gjithë shka është në britje si. Gjithë shka është surpriz për mu. Të lanë grinë ma herët më bukate, se den gjinia femrore që shikuat të certiminjat. Ej, po nuk edhe unë du mjanis edhe më ongër. Ja, musafiri jemi parë. Hello! Rama Zemër. Mirë se edhe. Mirë se gjitha. Kjo është Valire Zeneli, është shoqja me më mira edhe kolegja jam. Masë në kur! Ma në fund e pranej që më shoqja vetë me mira, love, thanks. Kom qare të pak të para kamera. Apo, okej, shihemi. Nalisht të kamera veç pak. Ollë Zemër. Është knatësi që jemi parë sote të ryva. Pa ti. Hajde se Të riva gjithë. musafir të ryve si. Unë jam musafir gjithë, aty. Hello, po darga pa familje nuk ka kuptim. Erisa Gashi është mesa e me bukra, me mira, me kompletumja. Kështu që knatësi me të pas në darë. Ullu. Ej, Eris. Bashkohu. Si, ja. Qërë mundë me thonë lire se na 2 gash në tavolinë. Gurit a drunit jenë. Vallat gurit. Apo. Që përshpëshijet edhe këtë ka ardhur. Ej, gash gurit jena. Po. Gash gurit jena. E vërtet. Në të rryva alon pritje. Alon pritje. Po presu në meta që të në komë. I ka vonu takse. Po, shkaja jete. Bret, që në që ka qenë kafish së vrat. Me një herë e dhone. Zemër. Se vje Hoti Geci është shoqja e mja shumë e mirë, me ka partisja jeme edhe shumë të stradës, do më thonë që për kujdeset për bukun. Faleminderit. E me rryvë Selvien që 7 milion vjetë. E një. Para me mund ty për ta prezentoj Selvin. Që 7 milion vjetë më duket. Knatësi është Selvia. Faleminderit. Ambërsira për fund, do më thonë. Mirë se edhe. Mirë se gjeta. Ka nevoj për prezentim, besoj, Ariola dhe Hajde ta shurim. Ollu, bashkomi njeve. A bashkë nga të meje ja. Ej, Ariol. Knatësi o zemër, knatësi. Ej, uroj nata ma e bukur ka me qenë edhe bashkë për shikuesit e emisionit Një kafe me labin, sepse nuk ka gjëma të bukur se më rëthu nga gjinia e bukur. Kështu që s'pari pyetëm bravo, po dukeni për mrekullit sot. Faleminderit shumë që keni ardhë, edhe shpresoj që kena me kalu bukur bashkë. Gjithçka e realizume, gjithçka do t'jetë në këtë vend mrekullueshëm ku do t'jetë jo vetëm për neve, por është i mirësuar dhe për ata shqiptarë të cilët fakt e dojnë me dashni të madhe edhe kanë respektuar tash sa vite Ryva Kajtazin, po e mbi gjitha edhe për neve që na kam mbledh kështu e po na mbledh ko pas kohë me dreka, me darka e me gatimet e saja që edhe kjo priton me hyn kuzhinë, po ka një rrugë të ngjofshëm kështu që si sonte. Po, patjetër. I kom edhe do qëtu. Ato i kom lënë për ma vonë. Ma vonë. I kom edhe do qëtu për ma vonë të cilat janë. E në fakt, në anën tjetër, po e marrë shembull që unë e di se cila prej juve angazhime të shumta biznesin, valja njëjtë tu jap një farë mënyre ta ngrej hundër mund të E vërtet, po. Shtë po do të një mësu, ka pak. Ej, Ryv, cilat ka konë mas shpeshti? Une. Jo, po mënoj është
halo fillimi, po Kom kërkosh. kanë qenë krejt edhe menoj që mësëm këshërte. Po pres, Jo, Kaldësi është my favorite place në Prishtinë për momentin. Hajde. Për ndryshe është vendi i preferuar i Ariolës Ja. edhe po. Ndoshta pse mikpritja është prezenca ime, këto gatimet e mia të her pas hershme e bojnë më të magjishme këtë vend. Kështu, mos ka me konë problem pak për të? Për Silvin? Po, si të më sezona e verës. Apo në kuzhinë vend për vetë, ta bërë vetë bogati për me të. Sezonën e verës e kena pak problem, po i kemi do vene kështu ku muj me improvizu diçka. A A Silvin? dim pse tashti, kjo gjatë ditës e ditë që bashkëdhetarët nëse vinë kanë qenë me ta ku ryve. Po. Ryva dhëtë me konë këtu, me qitë hajt naj leqenik, naj pite, naj sende, me tonë, për me përgadit diçka për ta, në anën tjetër i vjen shumë shpejt ora për me shku në dasëm. Mjaftoni Për marrë të te është telefonat, problem, ja. kështu që duhet të kushtë Duhet me menaxhu këtë pjesë, duhet me menu se hala jemi në fillimet edhe derisa t'ja marrim dorën, po jemi të shku mirë në këtë drejtim. Okej, Ryv përgjithësi, para se t'ja nisim që të shkave bisedën, po shkonë mirë? Ka njësë mirë? Po, janë shajat shumë të mira. Jo shajt shumë Po. mirë. Edhe jam e lumtur domethënë që Ajo e ka provu. Ajo Bani ka ka provu, po s'po vejke. Ajo ka provu, dhe më thonë që ka është me punu me burri me një vend. Ako ka zërë me punu me burri me një vend? është zërë, po edhe nuk është zërë. Tash më varet, na e kemi një bashkëpunim shumë të mirë me zveti, po deri tash nuk është se kemi pas punën në të njëjtin vend, kemi qenë komplet rryma të kundërta, po si fillim është mirë, çka ndodh ma vonë. Për një vjetë unë t'ja garantoj që mirë, kom Do të gjerë ishit në fort, porta, ata. mi që japi lojmet. A për një vjetë rëshlirë, qëllë shoqja, Edhe mirë kom është kupitin e Në parë. kuzhinë janë këqa do vegla të forta, poshtë. Bo. Për çdo rast, Për shardin mi përdor mirë ato vegla. Që që besoj që Fidi është qash inteligent sa që dinë dhe më mbrojtë. Po. Nuk e bën punën dhe të veglat. për ndryshe Fidani është këgja është që qështo me Jena të valirën. fletë njëje. Edhe jam anë kraun atina mu vjeni nati gjithë në këtë pjesë. Ta e moj komplet ati krahën. S'di qysh, s'ka balancë ma të mirë. Kështu, kur tha Ryva se je pjesë e shtëpisë, që ata po drejton aty, kur tha Ryva po e bëjmë një restoran bashkë me Fidin, ç'është do dak? A i besova jo? Jo, i kom besu se me Ryvën, për një me jemi familje, po puna në këgja shumë në lidhë, sidomos në dyja, sidomos në hingje familjare, ankohen të tjerët, se kur bojemi në dyja bashk, Nuk shojmë rënd. nuk ju vjen rendi kërkuj në ajs me fol, edhe shumë shpesh e kemi diskutu që Ryva duhesh me bo diçka që lidhet me gastronomin, lidhet me dashurin tonë për ushqimin, edhe ashtë ma te për kohëve të fundit, për shkak që ka qenë shumë prezente me gatimet e saj në rrjetet sociale, dhe kur e pajsha gjitha dashuri që është e marë online, se isha qysh është e mundur, se zakonisht jemi mësu me atë anën ma negative të rrjeteve sociale, ato kritikat, po e pajsha që edhe publiku edhe njerëzit po e dojnë Ryvën, po e pëlqejnë këtë anë të sajna. Edhe kur tha që ka vendosë me bu diçka me Fidin, thash ma në fund. Ma në fund, ka ardhë koha. Të drejtova aty, e në anën tjetër, për marrë shembull të Selvia, nuk ka çka s'din. Nuk ka çka s'din, se ty shkojnë, se cila që i shkojnë ka një fjallë ja jap. Kërë që, Selvi? Kur nive që Ryva veç po dënë me a biznesi, a i besova jo? Po i besova, se moti ka fol, ka ko që ka fol për këtë gjohë dhe kemi, vazhdimisht e kemi shty, na si shoqni kemi shiju çdo herë recetet e sajna, sa herë kemi shku në shpe dhe gjithmonë jemi konë ata që i kemi thonë, duhesh me bo diçka, kur vendosi kemi qenë shumë të lumtur. Për këtë gjohë se tash sa herë dojmë jemi që të dhe shijojnë gjitha recetat që i duam. Si që tha dhe Selvia, recetat janë konë për të tanë. Edhe i kena shiju edhe na bashkë me Ryvën të i bo edhe të na i servir prej ekranit vogël.
edhe pse jo pasioni që ka pas për gastronomin, për ushqimin, për gatimin, me përkthy tani edhe një profesion plus, se aktorët din me bën shumë gjëra, jo veç me aktrues. E bukur e aktrimit është kjo që ti ki mundësi mi shiu krejt profesionet, mi prek se cilat ka pak, edhe ndije shumë i përmbushëm për shta aktorit e në edhe matë lumëtër. Se që thojnë ma mirë o pishmana me të vetë mara. Ne kemi që të... Na nuk i lojmë vetët mara kur gjëhet. Jo, unë mendoj që... Pishmana s'ta i bim na i herë, po mara këtë. Mendoj që e kena një paragjykim në femrat e estradës, që dim vetëm me dalë në ekran, dim me bo vetëm një profesion caktum, po... Exakt. Me thonë të vërtetën, unë e shof në shoqnin teme gjanë edhe këto tavolinës këto që nuk ka gjanë që na e morrim përsipër edhe nuk dim me bo. Edhe Ryva din me bo mas mirë se une me Selbini kom thonë, kur t'na thesh të shpia, thyrën vetëm mua Selbini jo tjerë, se po du me hangër. Mos me na morë, kur kush mos me na prek. Mos të bë gjelioze, Valire. Se ka të gju kjo, alo këto. Tani, alo me kjo është në gjej për parë. Në kuzhini dalë. Unë e buja. Hap frigoriferin Valirja. Hap dollapin. Dalë gjithë Mu gjojtët dhe qysha e të këtu më njerë mu gjojtët, ka dalë. Nuk ju thashën nuk dini se mos me ditë me bo presidentët se kërë bo femna. Nuk e thash për ty, e thash për para gjykimin se ka njëherë për shembull kur më pysin edhe më thonë a di me gatua. Edhe më duke të çuditshme, a di? A ti të regojmë që përna vjen njëra keps tash? Se vënën që përna vjen njëra parfem. Prej kuzhina vjen a dole dhe na. A më ndoni se sot shoqënia, dhe me thonë, ka ndryshu pak se shka qenë për para. Atë flas? Po. Mendoj që nuk ka ndryshu, po mendoj se cila prej nesh është një moshë që energjin ose fokusin e ka të puna, të familja, të fëmija. Tani këto të hanë energji shumë ma shumë se kur i konë pak me re, fëmit i ke pas pak ma të vegjel. Ose si ke pas heq. Ose si ke pas heq, edhe koha ka qenë e mjaftueshme për gjithë shka dhe gjdo kënd që ka qenë jetën tonë. Mendoj që fokusi kryesor vendoset të disa njerëz që të i qojnë energji të mirë, pozitive dhe personalisht po flasë që une kohën e kom gjanë ma të shmushme për momentin, se nuk e kom as për veti. Dhe mendoj që ja jap dikujna që vërtet e vlerë saj. Me thonë vërtetën. Në këtë pikë tjetës, në këtë moshë që jam, 200 vjeç. Vrime, pensionet na kanë dalë. Jemi jo se nuk i kom bush vitet e punës akoma, Valire. Invaliditeti na ka dalë. Ku përto dikush atë një na plak, jo për jena vjetëru pak, se Po dhe jena bajtën pak, konsumumi njën kështu. Kër jemi të pjesa shoqënisë, unë mendoj që prioritetet... Qa po këshirë vegane? Po do me më zonë ngosht para kamera, ma qa? Fëllë tash. Ata që jesë mi fjallën menë. Jo, the shoqënia dhe më këshirë shoqënia, po. Nuk i shoqe. Tash të prej që të para ekranë. Prioritetet më tojnë me mosh. S'po thamë për një ma që nuk kemi 50, po më nej 500 vjetë si kemi, po ndrojmë prioritetet me mosh, po unë e mendoj që me kalimin e kohës, edhe vetë e kuptën se kush e meriton ma shumë në shta, Bosh ma selektive. Mjep kohën e vlefshme që e cekë dhe Arjula që e kena shumë të pak, edhe masive që jemi të shoqënia dhe jemi shoqëni këtu, për shambull po flasë për Ryve në këtë rast që për një ma unë e vlerësoj kohën që e kalujna bashkë, o shumë e përkushtume në shoqëni edhe so herë të kam mundësi për kundër angazhimet që i kam këgja shumë të adhone tash, po gjena ko prap, bile një mesazh, ose mu po 5 minuta, ose mju gjinë njëna tjetës në se cilën formë gjithashtu edhe me Selvin edhe Erisen, po ashtu edhe me Arjullën, për çka do që kemi nevoj për njëna tjetërën, jemi aty. Po me Ryven e kemi ndoshta raportin hala matë ngusht, se për shkak edhe të fëmijëve të Ryves që janë të lidhën ekstrem shumë me mu. Hala ma të ngusht, dhe me thonë ka njëherë, ata më thirin në telefon, pa ditë edhe kjo eq, më thirin me kamerë, po dhe me thonë që shoqënia ruhet, kur ti investon në shoqëni,
si në kohë, që i gjindesh për diçka, si në ditë mira, si në ditë vështira. Në fakt, ditë vështira të eshe, mas shumë dhe ka ne ki shak të vërtet, se sa në ditë mira je happy edhe nështë ka njerës duhet kërkosh me manifestu të lumëturin tonë me. Gëzuar për shështin e vërtet. Për shështin e vërtet. Gëzuar për shështin. O bona emotive, s'ta shkojen. Për shështin e vërtet. Për vërtet. Ndryshe edhe unë e ti kemi një shëshri të gjatë, dhe shumë të mirë që s'kemi hasë asë njëherë, me na i këtë kuptim ose... O shumë interesant, dhe me tonë që o bon gati 2 dekada. 2 dekada gati që një jemi kemi një raport mirë konstant, pavarësisht a takom, a nuk takom, pavarësisht obligimeve, na e ruajmë qatë energjie. Shumë interesant që edhe Qendresa, po edhe Fidani e kanë kuptuat miqësinë tonë që kena pasi për shkak se na thirrem dashuri. Dashuri ku je dashuri, kështu që edhe mesazhet e kemi dashuri çapo. Po ka bëm thirr mu dashuri. Ta kemi pas gjë domethënë. Këta kemi pas prej ditës parë. Prej ditës parë na ka mbetë domethënë edhe shqyrë prej Zotit që kemi akoma domethënë shoqëni edhe njerëz të mirë rreth. Që për marr shembull edhe me Selvien ka domethënë ku 2 dekada i ka domethënë që njihemi që kemi pas një shoqëni. Unë nuk kam veç me Selvien, po edhe me Fidin, në anën tjetër kam një raport shumë të mirë, për marr shembull me këto mo plastik bëj. Këgja, këtë tjetërën që më hyni shoqëni në përmjes teje, po e marrë shembull që më hyni shoqëni edhe... E për erisën, po e flasë më vjenë mirë, kur e shoh dhe më thonë që në fakt aty ku është, në punën ku është, në profesionin ku është, rritët çdo ditë edhe bëhet dhe më thonë me pas një karakter, me pas një imazh tondin, nuk ka gjë më të mirë më vlerësu edhe mu me dashur publiku mbi që tha. Faleminderit. Okej. Mbete pa ti e përmendi shoqërinë, kjo shoqërinë, e risë për ty shoqëria. Kështu i dëgju me vëmendje se realisht une shoqeve të mia ja u përmendi shumë shpesh shoqërinë e këtyne, se dashje pa dashje kuptohet që ryvën e kom familje, po jo mbollë unë në një farë forme si fshehur azi pjesë e shoqërisë tyre dhe goxha shpesh marrin në përudhime. Aty pak ju nimoj unë me do koordinime, nuk është që marrin me një farë interes. Bëjët pak ba mirësi në atë pjesë, po kompenzohemi me... Me përdojë rëbere, na e kanë kompenzu gjithmonë me shoqëninë e tyne me qeshuna, sidomos Valira kujdeset goxha mirë për atë pjesë, për atë atmosferë, po shpesh ja u përmendi shoqeve të mia se i kam shembull. Jo veç ryvën, po edhe këto që gjenë kohë për njëra tjetrën, që krejti kanë obligimet e veta, familjen e vetë, po gjenë kohë për njëra tjetrën. Unë e kumë pa me shoqënin tem që tash në një periud tranzicioni, kam fillu mu bu nana treja, kam fillu qoftë karierën, qoftë ajo etapa jetës që këto veç e kanë kalu, edhe pesho që gjithherë ma vështirë, po është mu taku, me gjetë kohë për njëra tjetrën, mos me harru qatë mesazh, qatë takim, e te këto e kumë pa gjithmonë që nuk ka mungu asë njëherë. Ka qenë gjithë pjesë e rutinës tyne pavarësisht sa të gatë edhe i marrë gjithë si shambull. Sidomos ryvën, gjithë edhe në shoqëni edhe në familje, kom kështu si inspirim se ka kallëzu gjithmonë që mosha është veç një numër, edhe ka gjithëherë motiv për me provu sa në treja me sfidu vetën, me pa vetën në dimensione shumë ndryshe dhe kjo e ka leju ndoshta me qenë për kaq shumë vite e dashurume edhe prej publikut edhe prej shoqënisë vetë, se është gjithmonë shumë energjike dhe nuk i harron, nuk janë kur gjë anash në jetën e vetë. Faleminderit. Ja, pse fola mirë.
Besoj po vrehet, pse? Arsyeja? Me vota ta. Duhet të mëna familjarë, duhet vetëm mëna shoqni. Ka njëherë shoqni të bëhen disa familjarë që ndoshta i ke edhe pak më të larg, në rastin konkret më afër s'ki ku e çan. Afër ku e kemi. Edhe këto të dyja për shtatën, janë shumë të lehta. Shumë e bukur. Me këtyre hall kemi edhe shumë diferencë moshe. Për shembull që ka mujt Po çfarë mos më lidhë. S'është nevoja me kallëzu këto moshe. Duket me tetën këtu, s'duket fare. Jo, moshën, jo. Gjësreja jena. Shoqënia ka shumë rol të rëndësishme në jetën e njeriu. Është ushqim shpirtëror përveç Unë e kam ushqimit. shumë të rëndësishme. Që është dashuria e parë. Edhe mundon vazhdimisht me investu në këtë pjesë. Po më hahet bre. Okej, gjithërisht po. Dhe çam, Ariol, disa të volta Disa të volë Silvia. Kështu që mundesh me aprish, thjesht. Ej, mundeni më shërbim, mundeni me anis, thjesht. Labi unë i dëgjova se qëllën nga këto. Dëgjova këtë poshtra. Që së më përmendën kërkundit. Unë pajtona shumë që tash jeta është ka shumë dinamika dhe se cila nga ne ka familjen, ka biznesin, punën, ose po gjithmonë gjejmë kohë për njëra tjetrën, gjithmonë dina mu knaq, gjithmonë qëndrojmë pra njëna tjetrës pa marrë parasysh për mirë, për keq, për çdo gjë na afër një kohë. Çdo ditë shihemi për kafe. Çdo ditë, me Ryven e kam çdo ditë që shihna, me këto dyja ma pak. Me Ryven e kam çdo ditë. Unë jam pak më praktike. Unë shkoj vizitoj njërin, tani shkoj tjetra. Po. Do pritëm se kryva me Selvin, po vita shtete, jam pak më Edhe gjithmonë, ndoshta rjen mujt ose në 2 muaj të organizojmë një udhëtim që kënaqemi bashkë. Kështu që jam e lumtur që jam me to. Qaja e lidh gjithherë dhe ma shumë raportin tonë. Për shembull, udhëtimin e fundit që kena pas me Ryven edhe me Selvin, domethënë ka diçka, edhe ju thash Sot më ka, korekt. Zot bënë hajrë, thash më dhe kësi me konë udhëtimi i fundit. Qatë shumë Unë thash sot gurë me shkuti kënë. Për ditindjen e Ryves kemi bo një udhëtim, ke shumë, nështë 24 orë që konë udhëtimi, shumë po qa që kemi shiju, ma shumë jena konë në kërë, në fakt, se qa është të rastin e patëm që. E shku me pagunit e ama denim, ma i mirë. Do më dhe këtë ma thmirë se di që kena pas në i herë, edhe sot e kom përmend edhe me Selvien, po edhe me Besin i thash, udhëtimi i fundit do konë diçka fantastik edhe me nëzës përpres qëto për veti publikisht kur po më qenë në udhëtim, së në qëtë ja bëj pyte. Do më tonë gjdo muj, Kur po më qenë? Po. Ndoshta çdo muaj, jo po 2-3 muaj largo. Po. A ka ndonë ndonjëherë, hajde deri sot, a ka ndonë ndonjëherë mos mi fol njëna tjetrës? Ndonë kur të flem, kur të flem, s'folim. Në gjumë, kur ka unë e foli edhe jarëm, ka një herë. Jo, Unë i shkruaj dashuri, zemër, ku je, shpirt, bjeri telefonit e ka ora do me zemër tani o s'joba. Princes. Do më tonë, veç aja ndodhë të mësme. Veç kur jam gjëmë, se për ndryshe jo. Kur është e lodhë, se jo, zakonisht nuk është shpesh. mu prek ose me menu që një lafta kalë shumë ma shumë ose ma pak, po tash jemi të rrituna dhe bashkë bisedojmë, dhe vëdhën rasti fundit, për shakë, me ka zone, e la me pi kafe me këtë Zojen, edhe Zoja nuk u qupi gjume. Qupi gjume! Po të lëqone ma gjumashja këtë. E tjera, nuk e hap telefonin. Erdha në punë, pret që po më thot diçka në mesazh që dikur vonë. Thash Ryf, shkruja një mesazh. Thash Selvi, la me pi kafe, nuk u lajmërove, gjithë ditën s'u lajmërove, të pak dhe një mesazh ma pas quë, meritaj. A ke quat me Kërë ka thirë, kush i ka quhut? U vrejken mesazh që i ka quhut. E o thira, thash, kush i ka quhut? Kush i ka quhut? Po kam qenë zonë. Në atë konë, kur kjo më ka thirë, unë kam qenë gjëmë. Shkova me takun lokal, kjo vetë sa kishte dalë. Tani unë e vazhdimisht kesh zonë, me punë edhe mas mujta. Qatë mesazh nuk ka bashkë mirë me ta që u riva se tani... Jo, ta që unë kjo vishë fillon më të
Pas ka orë në mesazh tash. Po, ma ka pas. Qana si me si thotë, është shpejt. shpejt e dera e shpisën e. Mrunin e tirë dhe pajtohem. Inshallah se me nosh në erë, se unë të paketona para dere. Ja, Nuk heki. Ja, më nëjë që është normale. Unë e parive të mëj, po pa fëmijët e saj nuk mëj tani. Ka më shumë që ti lidhesh me njerëz, normal që tani ndjeshmëria është më e madhe, prekesh nashta pak ma shumë për diçka, po e diskutojmë, nuk është diçka që mua diçka më pëlqen. Në Kosovë. Se në Kosovë shoqeve ju ngel hatri, sikur kur jena kanë të vogla. Po. Do me thonë, e kom gjetë këtë stilin që ju ngel hatri edhe i qojnë hund. Shumë e çuditshme. Duket, në këtë moment jetës, me të ngel hatri, me i qo hund. Po, unë menaj që për njërin që ti e dënë, edhe prekesh. Edhe prekesh, e vërtet. Unë për shembull kam shumë pak njerëz, prej cilëve unë e prekna, dhe në qatë pikë sa mi qu hund edhe... Ja, unë sprek na heq. Unë vesh s'klas. Ti s'prekesh. Klas ose zulas dhe. O të vjen drejt në derë. O vjen drejt në derë. Po mendoj që gjithmonë adin që ka gjua e komunikimit kër e ki ullësh sharosh edhe din që je prek në shtakat, ose vish tu ka dog në i sen, ose... Ka qenë që janë gjona të vogla. Për sot jena që tu s'ka ndodh diçka big deal. Jo. A nesër ty të kallëzoj. Për që të mesazh. Se ti mo... Zakonisht, ti unë thash, ti prap je pjesë e shtëpisë. A s'ka ndonjëherë që ryva ardhuan ku të te, me thonë valla Alina ma buni kështu, ose Asnjëherë. Silvia, ose Ariola, ose Labi, ma buni pa drejt, nuk mështini gjërim të fundit. I diskutojna. Nuk është që si diskutojna, po më përgjithsi mendoj që ryva si person është goxha i përshtatshëm. Duhesh goxha shumë me a mundu diçka ryvës, me shkaktu në par pak në aksi ose raporte, të keq me dikon ose profesional ose në shoqni. Mendoj që si për ty, si për ryvën, si për Ajolën, që keni shumë vite përvoj, pune, ti mëson puna pak, durimin, empatin, gjithmonë e ke parasysh edhe konvertimin e personit tjetër para se me fol diçka ose me thoni fjalë ma tepër se sa që duhet. Me kohë, po e kuptoj ke njeri që shumë shpesh ma të lojnë shajnë një fjalë ma tepër se sa që thuhet, se sa me pas një farloj hatërmbetje dhe edhe me ryvën e kom vrej që ka këgja kujdes qysh shprehet. Po, gjithë e kemi pas ata afërsim që edhe unë e muj shumë let me ju rëfy, shumicën e rasteve për punë diçka ose tash nga ka lidhë shumë shpesh edhe TikTok o videot që i postojnë aty, i kena nga njerë disa ankesa o mendova që ka me jetë që shtu kjo video po nuk dol mirë, ose që hiq ma herët 5 minuta ma përpara ma tregoj një video që i shkon të jetë shumë mirë, po ja kish bloku TikTok-u. E ti, probleme teknike. Probleme teknike, kryesisht që to Po për çdo gjë do të thonë konsultona me Erisën. Unë pa Erisën nuk kam jetë. Jetë artistike, s'kam. Baza ditore konsultohemi për gjithmonë. Ariol, edhe ti në një farë mënyrë, kohën e fundit je vendos prap, je për ngulja në Kosovë. Po punon edhe me fëmijë, e bukur është edhe kjo pjesë, dhe me thonë e jotja që pjesë përsëri e Kosovës, të andë dashur se gjithmonë e ke tregu që faktikisht këtë vend e dashur. E gjaj veten e shumë mirë në Kosovë, prej momentit parë. Edhe ndoshta në Shqipni nuk e kam shitërreth shoqëror, ose nuk më kanë përqafu artistat që ka shpejt sa më kanë përqafu këtu. Edhe më flen shpirti me ardhë në Kosovë, e gjaj veten jashtëzakonisht shumë mirë. Puna me fëmijë është e vështirë, po është shumë punë e bukur, edhe është shumë punë fisnike me zbulu talentin të një fëmijë, sepse fëmijët janë e ardhmja e çdo kombi, jo vetëm e Kosovës. Zdi që me thonë, flesh shpirti, e kom shpinë teme të parë, e kom thonë që është shpia jeme parë dhe vazhdoj të pranoj që është shpia jeme parë Kosova. Silvi, që shpo ecë? Mirë shumë është lepë. Mirë, tash po presim fluksin e maturanteve, sezonës, shu që mirë është mirë. Mirë, përgjithsi. Përgjithsi mirë është. Eris, diçka të te?
Për momentin jam goxha rehat labi. Jam tërheq pak prej televizionit që një kohë të shkurt. Me të vërtet është profesion goxha i vështirë. Ndoshta për publiku nuk duket edhe ju marrë pak lakmi dikujt si ty, që je kaq shumë vite se sado që ka televizioni magjin e vetë, din pak edhe me të konsumu edhe kam rri me një pikë që është pak ma e vështirë me sjellë risi, me përcjellë emocion të publiku, po më duket çaq shumë janë avancu mediat sociale, është bo shumë vështirë me konsumu diçka që duket autentike, që nuk është e pame ose diçka e tillë. Vazhdoj me qenë pjesë e mediave sociale, vazhdoj me punu në profesion timin, po gjithmonë jo me hapun, asnjëherë nuk i thom jo mundësive të reja dhe gjithmonë punoj shumë në vetën time që çka do që të bëj nesër me pasha me ofru për publikun. Valë, që ka e? Mirë, unë kam pas një projekt filmik që e kam xhiru në fundit, me reprizat të shfaqem në teatr që i kemi të vazhdueshme, në biznes, gjithashtu, që jam kogja angazhume edhe po m'pëlqen kogja shumë, se një farë sfide në veti edhe një farë mundësie e re, e mirë që mos më bëj ato, edhe me shiu pak ma shumë jetën kështu, adin po më jep një farë qilli kështu të mirë. Presim projekte të reja, si televizive, ashtu edhe në teatr. Angazhimet janë ka gjatë mëdhaja vitet e fundit edhe jam shumë e lumtur për këtë pjesë. Falenderoj Zotin mas pari, edhe njerëzit e mi që i kam për rreth që secili prej tyne i ka tja. Secili prej tyne ka jap hintin e vet që sot unë mi mri sukseset edhe me kon e lumtur me veten edhe me kon e knaqën me punën që unë e kom zgjedh, nështë po në moshën kur nështë s'kom ditë me gjyku çka është e mira për mu, se kom zgjedh aktrimin qysh prej shkollës mesme, edhe ka pas para gjykime që s'kime më rri kur gjo edhe s'është profesion që paguhet e keni me dek unë jadin, sot jam shumë falenderuse në radhë por prej Zotit edhe prej njerëzve që kam besu në mu, në talentin tem edhe në arritjet që unë i kam sot edhe vazhdojmë i pas në vazhdim. E di që Ryv, diçka ki marru qëtu për mrapa, apo merr ati ati bi? Na le dore për Ryv, shumë marra në dhe ti. Ja. Këto i kumbo me shumë dashuri për ju. Na li dritat? Na li është 2 minuta, s'bit ma shumë. Jo, është ëmbëlsira jam e preferu me labë, që e përgatit të Ryva dhe është... Dhe më thonë ëmbëlsira është, apo? 10 prej 10-ve është. Dhe më thonë, Ryv, këta koka apet nuk pas ka dorë që tash ndështë, me lëmë pak ma vonë. Po kjo ne zbukuron në tavolinë, kështu shumë i pegan këtën me. Për me zbukuru, për zbukuroj ka se për marrë kështu me veti. Okej, po, e zbukuron tavolinën e kretë, po e lojmë, në tonë që, këto e më prej dur të Ryves, edhe Ryv, po du kështu, fjalla e parë që ta kumë se cila ke jemi, ti me mu, cila fjallë ke e para, hajde, sinqerten, fjalla e parë, atë e monë men kur ta kumë që kam the. Thash kesh poshtë me marrë ëmbëlsira. Jo, diçka ja, fjalla e parë. Fjalla e parë. As qëshjes ma bone, as mirë se herë dhe vishë ma bone i kolla durt. I kolla durt. A e të kuptë ta, a i kom koll durt. Edhe tu gudë, do më krejt me stres, me o zot. Edhe si natyr jam shumë e ka, që të keqe e ka, që sikletar më shpejt. Se di nuk e duket vetit e vetja jem, po i marrë shumë sanet kështu me vlim. Ndoshta e ka për mësysh. Okej, kjo që na zbukuron tavolinën do t'jetë për fund, po e di që këto momente ka me qeni knatësi shumë e madhe, tani këto momente sidomos për Ariolen, që po thot, për i këshe, edhe nuk po mundet kurse si me provu, na kemi me provu për shkak që është koha për marketing. Osta po më pëlqeka kjo kohë. Lutna, kamera, merë dhe një pomje qëto, se s'ki me pomje që pomje. E shë dhe nuk e shemë. Shqipe tani se nuk e shemë. Me kujdes, lutna. Lutem këtu.
është koha për marketing, është koha për t'i falendru edhe njerë gjithë ata cilët fakt janë mbështetësit kryesorë dhe janë pjesë e emisionit Një Kafe Mlabin. Është kënaqësi e madhe sepse unë sonte jam la strada këtë vend mrekullueshëm ku po e realizojmë emisionin Një Kafe Mlabin. Kjo vetëm pjesa e parë, akoma s'keni pa pjesën e dytë për shkak që pjesa e dytë është ajo kutia e famshme ku vjen domethënë është për secilin kutia e Pandorës, për zote. Për herë të dytë. Unë e kom zakon nuk e hapi. Nuk do të hapi Kjo sonde nuk do të hap kutinë e Pandorës. Në minim, direkt. Unë jam kurishtare për vite. Zor fizik. Edhe pastaj gjithashtu që vjen biseda që ka më qenë edhe një pjesë kogja interesante për secilin prej neve edhe prej juve shikues të radio televizionit të ne shikues të emisionit Një Kafe Mlabin. Këto momente unë po i them faleminderit edhe një herë Prishtina Tiketit që unë udhëtoj kudo në përbot bashkë me ta, ma mundsojnë që edhe unë të thoj, por edhe ata bashkëdhëtarët të cilët fakt janë në vende ndryshme të botës vinë bashkë me Prishtina Tiketin, në vendlinjën e tyre vera po vjen, e di që rezervimin e biletave keni bë. Por unë aromën e kafes Pavin Kafe e kam gjithkohë afër vetes. Faleminderit kompania Tafaj, faleminderit për aromën e kafes që më që të na udhtojmë shpesh. Që ka një ratje në fundë, bën jam me dorë. Qati është aeroplani. 1, 2, 3, 4, 5, edhe labin të morem 6. Jo, tash 6 të shkojmë dika. Të vrajmë vjetën për shkojmë dika. Po, nëse dojmë me shku për toke, kështu që unë i thamë edhe këtëve miketave të mija, e vetë mjarë për momentin në vend, po sidomos Ariolis i bjen, kur vjen prej Shqipëris, e shë një portokall në Arlat, është Aria Petrol, është e vetëmja, po është gjigante, mundri mundal, mu furnizu me karburant, po bësqeshi për mrekulliv se unë jam pjesë e Telaku Dental, faleminderit shumë, por e dini se për besueshmëri, për më ulltu, edhe me po rezervimin e hotelit tuj, kudo në për vendet ndryshme bregdetare, Prime Travel është tashetutja, adresa e jote e duhur. Unë jam me fatë sepse jam me këtu të pestat këtu, po duke mi si haruar asë njëherë lumin e taulantin që i kam prapa vetës që gjatë natës sot me ma kanë knaq shpirtin që gjatë gjithë kohës e kemi live muzike 100%. Po, edhe një falendrim për kamermanat, këtë rast Beratin, Ambin, nalti kemi në pult Arianin, Hajdarin, faleminderit e Kremit, faleminderit gjithë stafit tim të mrekullueshëm, edhe po stafit këti restoranti, ka po lounge bari të mrekullueshëm që për narin bikok sonte, për me e shiju deri në pikën e fundit, jo vetëm intervistën, por edhe shijimin e gatimeve të ndryshme të cilat fakt mundri më ardhë edhe jo, edhe me provu, edhe me vërtetu, ajo në fjallët e të njejta edhe tona që pëjtojmë. Koha për marketing e për neve këtu në tavolinë. Ishim bashkë me marketing, edhe jemi përsëri bashkë. Faleminderit gjithë juve që reklamoni produktet dhe biznesën të Një Kafe Mlabin, por edhe tek radio televizionin Isteni. Jemi këtë ambient bukur, të mrekullueshëm, ku uroj që natë e bukur dhe veçan është edhe për juve që është edhe për neve këtu. Faleminderit Ryv për mikpritjen, për gjithë shka. Faleminderit juve. Që sonte e kena shpras pjotat, po thanë që na vinë tash, na vinë tjerat. Na vinë tjerat. I kum para lajmëruj që na hajmë shumë, që jënë të përgatit. Jena të hes, kena që du të hes. Apo gënojmë sonte diçka? Se jo. Po foli, apo gënojmë diçka? Se jo, ja ku i kemë ta... 3, 2, 1. Që moj belko, ma banesi, ma banedo. Tu man kuće, moj belko, ma banesi, ma banedo. Ma banesi, ma banedo. Të predjali në obo. Ma banesi, ma banedo. Të predjali në obo. Bravo, bë!
Pra do kiqe për neve. Kje pas, ju lumë goja gëzuar, për thëmë, gëzuar, edhe njere se e di që ta këto momente, gëzuar. Shkaj këtë. Po e shëni se unë ju prita me muzikë, me fillim kështu më ju relaksu pak, po ata dyta tjeja ka njës... Mos të më thuj që nga një e mirë vjen një e keshe prapa. Dhe ti ja Pandorës. Se një ka të u, ma mërë efektin e sana, vlenë, halo së shëru. Edhe plus pranverë në Prishtinë, dët lëtë ma këna dojnë. Okej. Beta nëzirë lotin. Unë i kam disa prej kutijave të Pandorës që ta mirë e përmendi... Inshallah jo ma të madhën për mua. Irzëmbaje, ofre vetës më së hapë lutëm. Okej. Ana ke blena i sana që shëfuna? Lokuma a hurme? E rryves të është. Kalzana ke blela, që të dim? E jem, ja. Po, mos i hapë një të lutëna. Mos i hapë. Tilt mos e hapë. Qa kurishtje. Që? I dorushëm kërtje e mërë kutime madhe. Kutia Pandorës. Që kutia Pandorës, ku është? Për Ariolën. Okej, Ariol, për e lojë këto momente. Për shkak që mos e hapë. Ashtë? Për anisim prej rryves. Se për me edhe, la. Pse je qire shpis, të më thonë je pjesë... Jena pjesë e jotja kështu, kështu që prej zojës shpis, pa abdën me prit të ta shërbejnë, tash më zandej se mos për na shërbejnë me lëtë. Po, me lëtë. E si dijet se bëma killë, lëtë jo daljen, abdën, se nuk janë veç hajt, edhe këto cilat po ju bëjnë. Sonë të ku vendosë me qëndrojë fort, stoikisht, kështu që s'ka lëtë sot. Hajdeni, lirisht hajdeni. Falim derit. A shkojnë në reklama? Valojnë. Me njëherë marketing. Valojnë. Marketing në t'i kila. Aruma e marketing. Ariol, që e kanë ditë që ti ki qip me deti. Po, që këto pe heki, po, që ka përfundu. Po, e me, falim derit shumë. Po, na e nama. Kur s'ka mongë kësi sane, më zë me emociononi mërë. A ke që kësë almoni? Zdip se më dhe një gjakovarë qështu. Faleminderit. Që të një me ndrojmë. Qysh me kutia me ushqem? Jo me ushqem, se me kutia jo. Me kutia nuk ndrohem, kurse se. A të hapim, kutin e Pandorës. Hajde riv. Qa po të qëllën? Iva kajtozi shtatëzër. Lajmë. Lajmë, veç këshirë njëse e vogël. Kjo është dashurista më të parë, Dorelës, kur ka lindë. Vesh moni me marrë me men që kjo Benkici ka rëve madhe, shumë e madhe, qa që vogël që ka qenë. Po më ktheve 9 vite mra pa lëpë. I ruj me shumë dashuri këto veshjet e Dorelës kur ka qenë e vogël. Ka qenë një periudhë sa e vështirë edhe shumë e bukur, që u finalizu shumë bukur, po i ka pas vështërësit e veta, tu njës për faktit që fëmija i parë ka qenë pak ma komplikative edhe që veç fillun emocionet se këthena une shumë e kam përjetu shumë keq këtë periud, po si të që tjetë është një diçka që e kom kalu edhe që definitivisht më ka përmbush edhe Nina, nona me fatë në botë që i kam 2 fëmijë, si Drita që janë Dorela dhe Frone, edhe që s'kisha mujtë me paramenu jetën pa ta, ata më kanë ndryshu si në karakter, si në jetë, si në gjithë shka, kështu që jam happy, jam e lumëtur. Mu më vjen mirë, dhe unë gjithmonë vazhdoj t'jem edhe të tëmë si prej neve që kemi pas fatin, e inshallah këtë fatanin, dhe da këtë
vali që kemi për vetë, lutemi çdo moment, çdo sekond, vali sari që të kom për balë, gjithmonë lutna për ty, sepse dash Zoti një ditë për ditëve të kësaj, edhe pse jo mos ta kesh edhe ti pak të epitetin e nanës, sepse mbi gjitha e di që është vështirësi, janë batu, janë sfidat, janë gjithë shkafi, po jeta kështu e ka, jeta është sfiduese. Kthejna pastaj te te. A e këtu ti? Mas jemi këtu. Le qel. Mas jemi këtu të këfëminja. Ariol. Hape. As ke shone e fundit? Pse tash, njerë do është, apo mas se veç kjo ke rryve, sa se me të këfëminja, të këty është e pamundshme, unë s'ko mujt, unë tash me shku atje, po... Hajde, okej. Shikoja. Pse është kontrolë e telefonit? Se me thënë vërtetën, telefoni më lidhet shumë me një periudhë tërë jetës teme dhe jam kanë shumë adiktit, vazhdoj të jem përsëri shumë adiktit me telefonin. Për me më fshe pasigurit, ndështa depresionin, ndështa shumë gjana, nuk po du me e bo të marrë tani, po unë e kom shef me kallëzu shumë prej Ariolës kur nuk o ka në mirë, se njerëzit e gjojnë vetën disa periudha, mundohesha me fshe në telefon, dhe me thonë shumë sendet mija pasigurit, mija i kom fshe me telefonin, gjas me vëmendin e kom vetëm të telefonin. Po e lidhe me momentin e tashëm që duke qenë se jam 4 ditë në Prishtinë, 3 ditë në Tiranë, e vetëmja lidhje jemja me fëmijët është telefoni. Për ata tash, kur jemi tek fëmija, dhe më thonë që ata e kom mendu, dhe më thonë që e pamundshme marrë drejt Tiranës. Dashuria jeme ma e madhe është në përmes ekranit telefonit, për me kanë kontakt, sepse vërtet ndoshta gjithë shka më lidhet me fëmijë, edhe çdo gjë, çdo intervistë kom lidh me fëmijë, edhe pare bona i farë hilaritete se duket sikur nese, jam një nanë shumë e lidhune me fëmijët e vetë, si çdo nanë që është, po unë i kom kujdes pak më të madh se zhvendosna shpejt, jam pothuajse në këtë periudhë tjetës jam shumë pak prezente në jetën e tyne, edhe ndina fajtore, po gjithë shka e bëj për ta. Ndoshta po ma ke gjetë pikën ma dopt me konë mami jem, thot njeri që ka telefon, e s'ka karikim të një jetën në telefon, dhe me thonë vetëm telefonin jam është. E kom jetën shumë të lidhën me telefonin për momentin. Inshallah Valira. Qka? Jo. Inshallah Valira. A përse që thënë hajtë? Hape. Oj, në lavë. Kë ke gjetë? Kjo është fotografia e vetme me nanën edhe me vllajën. Të dy këta nuk jetojnë me, kanë tek vllajën moshën 7 vjeç, nana në moshën 38 vjet. Edhe është fotografia e vetme që më ka pështu nga lufta, se gjitha tjerat janë djegë. Qa thëmë për këta? Kam me thonë shumë dhe s'kam me thonë kur gjë për arsye se i kom pas shumë pak në jetën temë, shumë shkurt. Shtu që janë personat më të rëndësishëm të jetës temë. Nana dhe vllaji. E lumë të rështë edhe atje ku është. Shpresoj shumë. Për jetën tënde, për punën tënde, për epitetin, sepse edhe ti vetë në anë je bo. Kështu që e di që ajo është rahat atje ku është, sepse ti mbi gjitha e keni jetë për para dhe një jetë mirë. Po faleminderit Zotit, tash kam një vajzë dhe vajza e gëzon emrin e nanës. Emrin e nanës. Dhe jam shumë e lumtur, e ka emrin Aza, emrin e nanës. Inshallah ka jetë Faleminderit shumë, gjabë, kishte në diçka që se prita, faleminderit shumë. Okej.
Së dasht. Kësë dasht labi. Së dasht. Labi më foljone, mas këtë nalën që të kamera. Pa që kom punë me të. A pe hapë të kutim tonë, dhe? Sa folë shumë, ha? O, sot. Në bëjë si këtë influenceret. Okej, po e hapi, a mu i me lonë që të vesh pak. Qana pas ka lidhë labi, mu e ty. Këto dyjat, na dyjat, te ka do një majtë nuk e di. Se ti e ko që e kompletu me këto aspektet tona. Unë thash, ata ryba nisi kalovat e kjo. Fillovat e kjo, po dalë të këty edhe... Besoj kamera është e fokusu, është mjeti punës. Janë dona, ka thika, elemente që duen për punë. Këto e në... Hajde në lishtë të kamera, se nuk mëj me po. Në alen kam. Këto në babës tem. Ke premtu që s'ke me qajtë, sot. Si mojë premtime gjithë. Kemi qaj dje, Valir, sa s'kame. E këna kry dje. O, zët. Natën e mirë. Publicitet i shpak. Jo, po më nej, është pjesë e jetës gjithë shka që na e kemi edhe lotë edhe krejt. Baba na ka rrit me punë, ka punu në elektro, edhe me qëto mjetët punës, na ka ushqy 8 fëmi, edhe na ka mësu që me punë mund është mja dalë edhe me rrit një familje në mënyrën ma të mirë të mëndshme edhe në mënyrën ma të ndershme të mëndshme me djerës. Këto mjetët e punës që na i kemi, se cili prej fëmive, kemi marrë diçka prej tyne, i rujna shumë se të këthen qatë me kam tokë dhe të banë me kuptu që puna është gjithçka që ti me pas një familje të lumëtër, një familje të shnosh, edhe i maj si kujtim, ju veç për babën, po edhe për djersën që ai e ka shkri për më na rrit, më na shkollu 8 fëmi. Që sot unë e di që ka sfida, se cili prej prindve janë me 1 fëmi ose me 2 fëmi edhe kanë sfida shumë mdoja që mja siguru... Jo, është shumë e vështirë sot mja siguru ushqimin fëmive, e kër e logjikon në atë kohë, do më thonë, i vetëm ka punu, për shkak që nana o detyru me na rrit neve në shpe, sakrifica ka qenë e përbashkë si e nanës ashtu edhe babës, ndjerit, po a i kam rri me pru parët të shpia me qëto mjetët punës, e nana e ka jep sakrificën edhe mundin barabart me ta, të e sakrifiku vetën e vetë, që s'ka pas ko asë një ditë punës me bo njetën e vetë, për më na rrit neve edhe më na ushqy. Kjo është diçka shumë e shajtë për mu edhe ruj edhe flas ka njëherë si shpesh me qitë mjetë punës, aty vesh ka me ti nuk me së të dana kësmet se mi ke nëzirë dhe pjesë që së dashtë, që të kamera tash. Ti përdori dhe për labin. Nuk është që së dashtë, po në fakt të e njoft, shikuesit e njofin një anë tjetër të andër. Një medalje tjetër që gjithmon je gjithmon je e zjartë, folë fjallë, ndërshta që nuk i flasim në media ati, pas gudzimin e ki folë. Mendoj që gudzimi, po. Kjo është një farmyre një anë tjetër e jotja që edhe ti din me kajtë. Jo, në fakt, unë e koj kogjas ju shumë, për ata që po e din në Silvia dhe Riva e din që këto mjojnë pak ma shumë edhe kalujnë ko ma shumë e mu, po mendoj që ajo që ka na e bojmë me punën tonë, dalan shumë me ata që ka na jemi në të vërtet, punën që na e bojmë si artist, si aktor,
dallon shumë me ata që na jemi në të vërtetë. Për shembull, për secilën anë temën ose për çdo gjë që unë kam, nuk do me thonë që tash te e ke bo një rol ose diçka dhe ai person nuk vin kurrë heq. Ka njëherë më shefet njëri mas buzëqeshjes. Po. Shpesh herë na dim me buzëqesh, po mos me na buzëqesh zemra. E ata nuk e shprehim, dhe më thonë, shpesh të shikues, sepse po thamë që shpesh herë janë data të rëndësishëm që i kemi në jetë dhe qëllojmë si son të këtu, edhe duhet me buzëqesh, duhet gjithë shkapi, më mrenda zemra nuk është aje që na buzëqesh, edhe mrenda zemra ndoshta rrjedh ljotë qysh, por rrjedhim tani këto momente, se cili prej neve këto. Një falenderojm për gjithë ata të cilët fakt na kanë rrit, na kanë eduku, na kanë shkollu, jena sot. Për ata një falenderojm shumë të madh, edhe për ata që i kena dhe për ata që si kena, po mbi gjitha një mesazh shumë i fortë për ata të cilët fakt i kanë. Kujdes për ta, lidhatim sa ma shumë, por mbi gjitha, jo vetëm dashni, respekt pa fund për prindrit që i keni. Kështu që jetë një mesazh, dhe më thonë. Sidomos respekti, unë mendoj që është primare. Është primare për kur s'ki respekt. Çka na si fëmijë të dikujt mundemi me bo. Respekti është, se me respekt mandej vjen dashnia, vjen kujdesi, vjen çdo gjë që mendoj që edhe që respekti është primar të edhe kushdo që i ka dy prind, nga një shpejt shkoni e kom një që sant shumë herë edhe mu ka do pak si klisheja, den kër e kom një pi dikuna sa i keni prind, shkani për qafani, kër unë e kom pas luksin që i kom pas dëtë. Po momenti që e kom hup ma e di që nuk është e njejta dhe... Oke, a ka mundësi tash kështë, para se me ardhë deri te ajo, këtheva tonë, hajde këtonë. Jepni edhe ju dashnin. Njëni tjetër, me jepni dashni, shtërëngojni njëni tjetër. Edhe ju në shanga tje, hajde shtërëngojni. Hajde, put nuk e, leke djolin, ati djolin. Hajde, edhe ju atje. Shko kompjuterin. Lapi, deshta edhe një reklam vetës, se përveç e risës që nuk e kam grimu këto trijat i kam grimu, diri tani kënë të qajt dhe nuk ka leviz grimi, kështu. Shumë e është shumë e vërtet, për ndryshë grimi e selvis, unë e kom testu shumë shpesh. Se të porë njerë si pa ta besu, më tha që t'ja provën, së na thiremi me nufë kënë qura me zveti. Që t'ja tha provën qurë, ja qita, po që dëshmua dhe një para kamera, që është shumë e vërtet. Të lumë, gjithë më për punën e për gjithë shkapin. Më doke dhe mundi shumë bukur. Falderit, ju dua. Apo e hapë? Ju dua. është koha, është koha se Selvia veç je boni publicitin për veti. Marketingin në mërdi u kry. Po besoj që ka qenë e vështirë me gjithë diçka, nuk... Jo, nuk është e vështirë, jo e se ta gjejnë ata shpisë. A, moj teze. Tezja. Okej. S'ka qësh me qenë ndryshe, një produkt i grimit, po më doket që kushdo që sa do pak e mësume po a gjithë me një produkt grimit në dorë, po këtë labë është një produkt këgja i veçanë, se është produkti jam i parë i grimit, që to ka fillu gjithë shka. Edhe e mbaj si kujtim shumë afër zemrës. Mendoj që ka me qenë një produkt që nuk ka me... Po, ka me qenë gjithën sirtarin tem, është produkti i parë që në fakt, si për ironi, ma ka blenë nona jam, që s'është fare adhuruese e grimit, po shkollë të mesme, ka fundi i shkollës të mesme veç si krejt qikat fillova dhe unë pak mu interesu, në qatë ku kisha pak probleme akne, do isha një produkt që pak imbulon, edhe që aty filloj gjithë shka. Po shihet që është fillimi se këtë nuancë, do me thonë, nuk e përdori mo, po gjithsesi mbetet një kujtim i bukur, edhe faleminderit që ma rikujtove edhe njëherë ku ka njës gjithë shka. E bukur që rikujtum, se që dhe prej nesh, diçka që pak duhet ta rikujtojmë shpesh herë dhe të vim tek realitetit dhe jeta ku e jetojmë, edhe pse jeta është bërë shumë e vështirë, shumë dinamike. E bukur është mi kujtu
edhe ko pas kohë, dhe me thonë, edhe ato sende cilat fakt t'jena ardhë deri sot ku jena, se për shkak që po i harrojmë. Sa jeni dëvëmendshme tek datat? Tek datat për për shembull, a e man mend ditëlindjen e nanës e babës, a e man mend ditëlindjet krejt komplet, apo a e mend telefon me thirr me thonë urime ditëlindjen, apo ta kujton dikush, apo kështu, te kjo po duhet, te datat, sa jeni të rëndësishëm te datat, Ariola, po janë ti? Po me datat e ditëlindjeve të prindërve, të motrave, vëllezërve, tani se jam edhe teze shumë herë, jam edhe hall një herë, edhe tani më përzihen me njëna tjetrën, ama datat i mbajmë. Edhe ndështë për shkak të punës, para dite ja kom kujtu vetes, hajtë se du të me thirë motrën dark, edhe kom harru, se edhe motra edhe mbesa e kanë ditëlinjën të njëjtën ditë, datat nuk i harroj, po për shkak të ngarkesës ose peshës ditës, ndoshta edhe mika jo që du të me thirë, se edhe jena me orë të kundërta prej në Shqipni në Amerikë, ka ndodhë që e kom harru me thirë, po datat nuk i harroj, tani e kom thirë mas i dite, po... Mas i dite. Okej. Po, mundona, për shembull, unë si njeri, po them edhe për njerëz që i kom të ofert ose sa do të largë qofshin në rrjetet e mia sociale, kur është puna për me juru, nuk më dhimet shkronja për me gëzu dikand, ose nuk më dhimet shkronja për me ngushlu, sidomos dikand në rast fatkeqësie. Do me thënë, e kom shumë të rëndësishme e pata ofër se pata ofër, nëse mu më kalon për parasyve ditëlindja ose për një ngushëllim, e jap me kënaqësi. Silvia? Mundohna me kone kujdeshme, po ndojheri i ngatroj, i harroj, por rrjetet sociale po na i kujtojnë, kështu që mundohna me kone kujdeshme sa i përket datave. Ris? Edhe unë pa tjetër. Kom qef mi bo njerëz të mi të zemrës, mu një të vlerësum, sidomos është ajo tendenca, sidomos me njëve shqiptarve, që e kom ditëlindjen, po mos më posto, zakonisht nona e ma thot gjitha cen, mos më posto, ti se tani po më postojnë krejtë, po më urujnë, po që ajo është e bukura e ditëlindjeve, datave që ja vlejnë me u kujtu edhe me ndje dashurinë të tjerve. Shpesh herë mendoj për shumë njerëz që si nuk e pas na di që ka me qenë ditëlindja e fundit që e pres me këtë person, ose për shembull historia të ndryshme që mbledhi të ndryshme, jo veç ditëlindje, po qoftë për festa, qoftë për vitin e ri, edhe kur i krahason ato fotografi të ndër vite, she që ngadalë nga njëherë disa persona zaventsohen, disa persona trishtohen, edhe janë datat që mendoj që jom një prej atyre personave që i kam të shenjta, sidomos ditëlindjen, edhe du që njerëz e afërt me ndjeja dashuri, qoftë me dhurata, qoftë me urime, qoftë me postime, jom gjithë pro asajna që duhet me u kujtu edhe me jap vëmendje njerëzve që i kemi afër. Val? Në shpinë tonë, që familje shumë e madhe që jemi, çdo muaj bile 2 ditëlindje kemi. Një gjithçysh, po 2-3. Qa që jemi shumë, 2 motrat e mëdhaja kanë diferencë 2 vjetë, po datën e lindjes se kanë me të njëjtën ditë. Fëmijët e motrave, njëri është në Zvicër, tjetra është në Gjermani, kanë diferencë 8 vjetë edhe ata për një ditë. Mos më pjaqëllojmë hesë, s'kem datat lira, s'ta shtri i kem, një po këshiri me në zonën e për vetit mujsha, një datë. Amen, qurë. Për ndryshe jo nuk e arroj, se dhe mos të familjarve të mi, edhe të një pa mesa më kretja odisi, jam shumë herë tezë, shumë herë halë. Tash edhe djali motres po pret mu bo baba, din që janë rrit ata, janë martu e sene, po nuk e harroj ditëlindjet. Ndoshta jam prej persona më të kujdesshëm në shtëpi që ju rri gati kogja shumë ju uroj, plus kam rreth madh shoqni, edhe familjarët e besit që edhe ata nuk i harroj asnjëherë për ditëlindje. Nëse jo me dhurata, të paktën kur janë larg në distancë, një mesazh, një thirrje, diçka e vogël, që unë mendoj që duhet mu veçu data e lindjes, se
të qysh është një farë motivi shumë i mirë për se na plakëm edhe e ki një farë motivi, hajtë se para dhe e kanë halasti. Atë më duket vetë asy këraj qani vogël që nga në masurqimit kështë lastrohet, a kur nesër më në ishë jasi blok. Ryv? Unë jam kogja kujdeshme në këtë Ryve në ditëlindje më se prekni. Falë, në me ndërhy, Ryva e ka ditëlindje në shumë të shajt, krejt një që si aura një runë në pësari. Dhe me thonë, do të me nejtë që po të kalëzit torturë është që se këm pash palos, për likës nuk e lo lavë. Kom nejtë me kom plakat janë qëto varë, keramik, në të ftoft, mësë mja uru ditëlindje në 0-0 së stapë. Merë këtë gjumi shumë u lodha, të në ditën. Dhe me thonë, prej orës 10, kështë më beshë njësi. Mamë, se më bëne horë, mëj. Qash dhe me thonë, qësh mja bo, pi energjike, badi hava gjumi, pra, të qesë komën në të ftoft, që është në plaka, thash, ma shtu në gjumin. 0-0 me stajin gati që shkesha, me kom, Rasti vërtet, oke. E postoj me një në Instagram, urime ditëlindjen, falenderit tëngë, në gjëmë. Ama një rast tjetër. Një rast tjetër që ka ndodhë, s'djavën me kalëzu, ta së është i shtirë. Kalëzu e ka. A banë me tregu edhe që ta, nështë po folje pak se shumë, po vetëm tha. Shpia vetë, po. Pa të më shku me një udhëtim për ditëlindjen e Ryve, se zakonisht kemi bëjna udhëtime kështu për ditëlindje. Edhe qatë shumë u lëdhëm, se shkum në Turkije në ka. U lëdhëm këtë ditën, dhe me thonë se kena mri shumë herët, e lakma ishim me pa, ashtu, me bo do foto për me postu, edhe e morëm tortën me vetin në hotel. Pi energjike me veti. Këna marë pi energjike me veti, që mësë më në nëzonë gjumi, po dhe me thonë u dërmum, se i takoj ke këtë munis në ora 2 më mëngjes mbrëmje, 2 natës, ta shkrej ditën atje edhe... Me pri ditëlindje. Po, tash, si me thonë... 0-0, me festunat. Ditëlindja është edhe një orë, edhe na thamë, okej, edhe një orë qëndrojme, edhe një natë forta, po kërna kanë men që ndallan ora me Kosovë, i keshëm edhe 2 orë tjera, thamë, okej, pe bojmë një alarm, që mu qu para ditëlindjes, mja uru ditëlindjen, edhe bonem në alarmin, e kena pika një pi energjike, si me navlu në gjoma, jo? Ajo, më do këtë ke hapë qëtësus për neve. Edhe qash dhe më thonë, na kanë zonë gjumi kështë përmi telefona. Dhe i mëngjes. Edhe Ryva këto, une edhe një shoqe tjetër, se kështu full palidhje, telefonën në qëtë qa. Edhe bën alarmit, shumë atë në kështu, edhe Ryva, kush është? One, Ryva e ka ditëlindjen, unë në alarmin, e kom këti telefonin më rafsht, kena flejt. Edhe në gjëmë dhe i mëngjes. Me në gjesë, Ryva. Kudra! Kushtra! A, deni se s'ma keni uru ditëlindje. Më thonë asë një asë me ka në uru ditëlindje. Tani na pa të rej. Jo, unë jam shumë e kujdesme, po jam e kujdesme... Unë jam pa një dorë pjasë e dite, e kam një dorë plastikës. Ma pa të tjetë lojtë, vazhdoj me po fizioterapi, hala. Unë jam rast social, si të rejtës. Si do që tjetë, unë i kushtoj shumë rëndësi. Menaj që data do të mu vequ. Edhe unë me fidin krejt datat, prej ditës parë ku jemi njoft, e tu të i festoj. Krejt, po jam e kujdeshme edhe për familjarët e mi, munona mja u bu ditën pak ma interesant, mi zgjedhë ratat që aty një përshej. Vjen qashtris në 12 natët. Edhe ju bëj surpriza zakonisht, që po jam shumë e dhuratave. Shumë interesant për krejt juve, unë shpeshe e të më qëndrezët, kujto ma, kur është ditëlindje, asaja, po kësaja, po mamit, kujna do përshka që nuk mbaj me ndata. është shumë e vështirë, dhe me tonë e kam shumë problem sa që i thëmë qëndrejë sa marë men të me kujta ma kur është ditëlindja. Data një qershor, për mu është shumë një prej datave ma të veçanta, se është edhe ditëlindja e Feronit djallit tem edhe e nanës tem, kështu që... Jemi, dëgjam, po, mas jemi, dhe me tonë, të bëjtëm prag një qershorit, dhe me tonë, jave, mëranda kësa jave në tjetër është një qershori, kështu që urime prej që tash për ta bëj edhe unë, dhe me tonë edhe ty për ta bëj. Bëj 19 vjetë se nanë. Si Zoj, gru. Jam një Zoj. Bravo, 19 vjetë që dhe me tonë. Okej, këto momente, a i ndrojmë vendet? Jetë më sfidu gëgja. A i ndrojmë vendet? Nuk muj me
zonë karikën tonë. Provoj me qenë pjesën i kafe më labin. Kur gjo, nuk është me qenë pjesën i kafe më labin. Okej, ki diçka për se cilin për këtëve, nëse ki edhe për mu diçka, po ama kryesisht, jonë këtë të Ja, ti nuk shpëtën. Nëse e bojmë, atër edhe Elise Okej, hajde, po i ndrojmë vendet, Po e ndrojmë kështu ta mama, okej. Po ju heki kutijat dhe i vetit, po ju lo këtu që fakt. Po. Kemi mbrapa. Po. Faleminderit Lëm Taulan që na knaqet sonte. E tash e kemi një kafe me erisën, Pibjan. Po. Në këtë rast kena kafe, kena van. Po, okej. Po e merë pra vejrën tonë, me hem godën time. Edhe jemi okej, hajde një gëzuar për erisën. Një gëzuar. Gëzuar dhe suksesa. Gëzuar. Suksesa Elisa. Ndoshta për me tensionu pak situatën. Para se me tensionu situatën, ju dhëtë e keni pauz, po, edhe juve ju kanë botë restorani, pjatat e juja, dgashme kështu se s'jush nga kanë arneme, diri sa e përfundojmë këtë pjesë këtu, ju shijajni edhe ju dhëtë ullën i liresht, Taulan, të jumë ullën i liresht, shijajni, edhe nga vazhdojmë këtë anën tjetër Ishta me bashkë me bojnë Erisën. foto me makarona. Hajde, a shkoj me Erisë, po. Pa tjetër. Na vishja bëja Ariolis në Anola? Jo, nuk kena Anola, janë live, që shka po Ryva, ka qifë edhe live. Ryva shkë thome, Anole i jetëna? Reklamlar. Qiklarin, verbon. Okej, shkojmë. Ndoshta Lap kisha zedh mja obu se cilit nga një pytje. Po, okej. Ti testojmë krejt kapak me ka një pytje edhe tani ju zjedhni që shpodoni mu përgjigj. Nuk ka më ma prej shkurt, një qka urej unë një kafe me mu s'ka ma prej shkurt. Por vallohi që se me konti. Edhe se cilit pak ka një pytje edhe përgjigjoni njërë që shtu vjen ma natural. Po ja nisi me rybën. Nësë jam e mushë, se po të me hongë rybën. Jo, A po të në? ju shërby juve. Okej. Unë kam emocione. Ja, e din që ryba. Nejse kështu me këqyrë, ndoshta kom pak drejt tymet nga su ma shumë se sprejkësh, po jo. Ryba, ty të kemi pak gëgja aktive në rrjetet sociale, sidomos TikTok. E ke pushtu platformën, të themi kështu, sidomos këtë dimenzioni negatimit. Po, aty që ndrej mirë, jam në ujrat e mija. Sa është e vërtet se ato gatimet e tua ti pikuron në maksimum, na i kena pa që nuk di, do me thonë nga njerës po dia po këqyri reklama, filma, qa po ndodh, po është e vërtet që mos me tu pjek pitja mirë, e bën edhe një veç me dalë mirë për video. So është e vërtet. Kësi pyetje më bën? So është e vërtet që e pjek edhe njëherë. Qa në rrithë? Ndodh ti për rrallë, po ka ndodh. Do më thonë. Se ko që aja vetit si specialiste në këtë fush, edhe zakonisht nuk më dështojnë. Po, muj me thonë që ka qenë një rast që krejt procesi ka shku fenomenal. Në pjekje, dështim total. Kështu që e kumrujtat pjesën e gjirimit përgatitjes, ma ndaj vish finalizimit njestrit. Do me thonë dit ekstra. Ekstra, pa jo, absolutisht, jam një mjeshtri më timit. Nuk ki shansa me vrejt. Po kjo është mjeshtri e jona, dhe me thonë trupet që na i përdorim i bojmë, të zbën audienca me dit, po që ndodh. Ja që e zbuluam po. Ka ndodh, po ka ndodh. Pak me që tensionu. A përshe, një kafe me labin a ndodh këmë më një qitë duqa. Një kafe me rrisë. Që ta pëni jote. E vërtet që pak me të regu edhe këtonë që sa do... Të sfida tjera. I ka sfidat gatimi se po flasim për populatën e thjesht, neve kur gatujnë diçka që mos mu demotivu komplet lap kur nuk po na dalim bash ashtu që shpishojnë të ryva, po dhe ryvësin. Gatimi gjithmonë është sa ma shumë që i praktikon, ja merë dorën edhe
normalisht që s'bën më dorëzu, po tash ka mjetet e informimit qaq të mira, qaq t'ilustru me mirë, sa që rrallë më nëshme dushtu se hap pas hap ju të regoj sakt nëse une e bëj një recet, gjdo detaj ju të regoj edhe sa du të mu pjek, qysh du të mu bu krejt, që është e pa mundur me dushtu, po do dhe një që ndodhe. A që une që jam e sinqert, e pa ta prëvu me gatu një recet. Recetën ma të zërsh me ever, e kom prëvu, ne kështë pe leqe e gatuva, po edhe e gjirova. Dorën zemër e shish me ke. Veç mu po, veç qasoj nuk I përngjojke. Dhe më thonë e ke pa atë video, edhe e kom një parë vetë besime e postojene, nuk jam si këta me lulu, unë e drejtën TikTok. Po eci ajo video. Edhe ajo ka ecë në mjërën e vetë. Po, mjërën e vetë, po e shish me okon. Këta duhet me branu. Eris, sa të po I kërkon pyetjet pak ma gjata, kështu që mundohë pak ma të shkurta. Për shkak që mu po më presion Ariani në altë realizim që është, se po më thëtë se lab, kjo artë ke minutat e fundit e misionit. Së mundesh me dalë për jashtë, apo s'ki qka prejnë se gjuna është, se këtë bisedën e ki perfekt. E vërtet. Okej, Ani, tash e dini ju pra I përgjithni pak ma shkurt. Varirën e kësha pyt nëse jo aktrim qka? Mu më pëlqen muzika shumë. Kam vesh për muzikë, se I kam edhe vesh ko gjatë mdaj. S'dia e dini, jem lëshu një herë me ta, kam pështu. Për mu ko ka befasi, nuk pas ma dëgjun. Kam vesh për muzikë, më pëlqen shumë muzika, po nuk e kam pas vetë besimin të vetja, mu marrë me muzikë, sa e kam pas sigurin mu marrë me aktrim. Për ndryshe po, me muzikë isha marrë. Okej, për presëm pra një duet. Aktorët e kanë këtë pjesë dinë edhe me kënu. Jo, ne kam edhe shumë qef, dhe në shpek ne ka gja shumë, bese ti shkaj nerva, po... Që për të premtoj, ata e përfundojnë ushqimin, me përmbyllë emisionin, me ty kena me përmbyllë me cilën dush kongë. Okej, gjapi po vazhdojmë me... Me mu? Ty thashë nuk shpëton kësaj sfidet me pyetje. Je që shumë vite në skenë dhe kuptohet që si gjdo profesion, po sidomos në televizion, është konkurenca. Sa të motivon ty konkurenca? Shumë. Ekstrem shumë, edhe është shumë interesant që gjithmonë nuk e kom parë me një sy të keq, e kom parë me një sy të mirë. Gjithmonë e kom marrë, dhe më thonë, se konkurenca qëtin me punu, qëtin mu aftësu, por qëtin edhe ma shumë me dash punën, por jo me kalu në gjelëzi. Se po kalove në gjelëzi, atërë nuk i me pas sukses. Ka mundalë, dhe me thonë që atë se ti e bon me gjelëzi, e bon gjithë shkafin, nuk është ajo punë që e bon. Kër e bon me dashni, po në anën tjetër është që ki konkurencë, por i marë shembull, tash ajo koka qenë shumë ma e vështirë para sa viteve, para 25 viteve, para 20 viteve, po e thamë. E sot është shumë ma e letë, po është ma e vështirë. Se për në atë kohë konë shumë e vështirë, po konë shumë e letë me të përtu se jënë konë këtë televizione. E sot jënë 10, 20, dhe me tonë, është po. E sot është konkurenca shumë ma madhe, po shumë ma zërë, është me pas edhe me arrit, po e marë shambull atë kulminacionin e televizionit, që o konë jehona në atë vakt, po e marë se jënë konën prezentus të e dalum prej televizionit në televizion tjetër, jënë konë krejt 3 televizione në atë vakt, RTK, 21, ku në fakt kemi konë 3 dhe jemi ditë kush është një stënesh, kush në RTK, kush në KTV. Po, edhe fakti që je halo këtu, ka zënë që me të vërtet motivon konkurenca dhe nuk je unë prapë për tëmë, konkurenca është nosh, dhe me tonë edhe motivimi, dash një për punën. Kërë se cëri prej neve këtu që jemi, e kemi dash punën, e dojmë ato që e kemi edhe jemi një inspirim edhe për generatat e reja, tash këtë rast edhe për ty. Për shkak se cëri prej neve ka gati 2 dekada që kemi kalu tjetës tanë me punën, me angazhimit që atë fakt i kena pasë, kështu që dashnia, veç dashnia, duje punën, vazhdojnë me punu. Pos të deshte punën e bune për e natë Arioles, Avalit, Selvijes, apo Ryves, apo toj teje, nuk ka sukses. E vërtet. Okej, po vazhdojnë me Selvin. Një pytje me grem diçka, se kuptohet qëndrojnë atë fusha jote. Ka pas ndoshta ndo një rast që ke realizu një grem edhe si eshtë ty s'ka pëlqy. Qysh Adin, a ke reagu në qatë rast në i qysh, apo gjithmonë e përmison punën tane
gjatë rrugës? Të e lidh me ryvë. Ryva është, penisi për ryvës ka pas rast, për shembull shpesh herë ndodh me ryvën se ryva gjithmonë ka qef me vendos lajnerin, shpesh herë kam qef me antru, me thonë, po du me të bëjë diçka tjetër, jo me lajner, ma edhe kjo tenton edhe insiston e bo vesh po, edhe unë gjithmonë e bëj qysh do në kjo, ka herë që nuk më pëlqen se kam qef me qitë pak prej vetës, po nuk më i po dhe në rastet tjera me klientë më ka ndodhë kjo gjo, sidomos dëshirat e klientëve që të vjenë me një fotot në VIP-a në gjo që është krejt e ndryshme, pas përshtatet me ftyrën, mu ka dasht me bo për qepin e sajna, ndoshta e ku bon metodën teme, që muni edhe vetë mirë, por më ka ndodhë me bo një grem, cilis më ka pëlqy, më ka knaq mu. Po, edhe mendoj që sidomos në grem, pavarësisht shia personale, gjithë në fund po del që ka një dikush tjetër e hatën, ose qysh do që i përshtatet, qa do që është mësu me grem. Okej, ta shëmbëlsirën për fond. Të kemi po në qaj shumë dimenzione, me të vërtet është vështirë me të pyet diçka që do shta të vjen diçka ma ndryshe ose me të sfidu pak, po a ke pas ndonjë pikë në karrierën tënde që ke thonë s'ja vlen me u merr me aktrem ose që ke qenë prag me u thy? E them shpesh. E them shpesh. Me thënë të vërtetën, jam shumë me kam për tokë, e shoh realitetin shumë shpesh, jo vetëm për vete, nuk jam shash egoiste, po e shoh edhe për tjerë që janë kolege, ndoshta në hapat e tyre të parë. Profesioni jona është shumë e vështirë. Valeria tha pak më përpara që njerëzit dveshin ty me lkurën e personazhet cilët kanë pa në ekran. Unë e kom pas shumë personazhe, se cili prej publikut ka dashta ato që e ka gjetë vetën ose që e ka pëlqy, po profesioni jonë është shumë e vështirë. Edhe sidomos me kanë nanë edhe gru është edhe më i vështirë. Ka pas shumë momente. I pari që kom thonë du me e lanë, e s'du marë ma që kanë pika e fundit edhe kulminate, kanë pikërisht audicioni i parë kur jam nisë për Nosa Mirë. Kom thonë, nëse kjo nuk funksionon, sepse kisha 4 vjetë që tentoja mu rikthye, mas ndoshta në harkun kohor jam kthye mas i kom bon 10 vjetë, edhe kom tentuar gjithmonë kanë dështu audicionet, edhe thonë sha pse. Edhe thash kjo është pika e fundit ku unë e tentoj. Edhe bash pika e fundit ku për një me, kom zonë i bej shumë të fuqishme, se Zotin e kom bej më të fuqishme, e ma Zotit fmit, i kom zonë të 2B, edhe kom thonë, nga kjo dit, në qofë se s'funkciona dhe sot, mos ka me u marë. Kjo konë, mandej dëshpërona vazhdimisht se e shof vetën, jo duke u plog, duke u rrit, duke pas energji të mjaftueshme për me i dhonë, po themi, karrierës teme, profesionit teme dhe zhaj vetën të pa barabartë edhe në tregun e Kosovës, po edhe në tregun e Shqipënisë, edhe prandaj edhe ko marrin iniciativa që me bo vetën mundije e rëndësishme në profesionin që e kom, duke hapur 2 akademi, një është këtu në Prishtinë edhe një është hapë në Tiranë. Kështu që në momentin që po flasim, i ka realisht 1 javë, 2 javë që është hap. Kështu po e bëj vetën të rëndësishme me ndjeshmërinë teme, me akumulimin e tona këto viteve në profesionin teme dhe po ja u jap tjerë. Për cilë gjeneratës tre dhe kush ma mirë se ti. Po jam shumë e vëdishme që tregu është i barabartë dhe i pa drejt, sidomos kundrejt njerëzve që kanë me të vërtet vlera dhe meritokraci në fushën e aktrimit. Edhe me të vërtet kush ma mirë se ti ja për cilë edhe gjeneratës tre që veç i ke kalu këto sfida edhe ke tregu që dashuria për artin është mbi të gjitha.
Po shpresoj që, jap tregom, a kom ditë heq me sa vendu ty ajo. Unë për ta bëj pyetjen masi ti tonë me na bënë pyetje. Ai kishte prezantuar një kafe me lavin çdo javë. Nuk është e vështirë me përgjigj me po jo këtë pyetje, po me të vërtetë Folim nesër. do kisha thonë që kishte qenë një sfidë shumë e madhe, se me të vërtetë duhesh me qenë një personazh si ti që je aq i afërt, aq natyral, aq i çlirt me krejt, saqë edhe sikur se ne vinë me shumë dëshirë te te. Edhe është një sfidë e madhe, një karrige goxha e lartë për me mbush, po shpresoj që ndoshta një ditë. S'po i ndrojmë vendet, por që ndrojmë këtu ku jemi, Ryv, faleminderit, paq shëndetin edhe shkoft, ashtu qysh ti me Fidonin e keni planifiku që ky vend me ecë përpara. Po ju falenderoj edhe juve se cilave faleminderit shumë për mbështetjen e Ryvës, por faleminderit për gjithmonë në kohën ngashme çka është dashur të klubi me qenë pjesë e imja e pandashme. Faleminderit edhe ty. Faleminderit, për gjithçka, për sonte që nuk na ndon asnjëherë prej gjanave të bukura që të i bën, kështu që na jemi arrit bashkë artistikisht edhe jam falenderuese edhe jam me fat që të kam mik. Faleminderit. Krejt na jemi. Faleminderit. Një gëzuar. Zuar. Preta po nuk e përfundoj pa më kënu volja. Nuk e përfundoj pa më këndu. Pa më kënu. Preta u lanë të lëmë. Qka për të me këndu? Qa një anisa e më përcil. Sa i din sanët. Hajde. Që si ti jo na i din. Okej. A i gati bës? Që që na marrë vesh për a 2 jave, asë të nuk kena full. Për a 2 jave. Sena ka kibla shtu. Harova vetëm nga një herë në du. A për dhe? Harova vetëm nga një herë më duket se harova vetëm gjëra që mi mori i haroj koha nga një herë në ndër qo vetëm nga një herë në ndër të përqafoj. Qumë se shkova koncert! Harova, po unë nuk harova. Mi falenderu se cilit për juve që keni qenë pjesë e kësaj nate dveçantë, pjesë e emisionit Një Kafe me Lavin. Jom me fat, jom falenderu se cilit për juve që jeni pjesë e imja. Faleminderit Prishtina Tiketet, faleminderit Aria Petrollit, faleminderit Pavini Kafes, faleminderit Telaku Dental, Prime Travel, Valone, faleminderit juve shikues të cilit jeni shumë të emisionit Një Kafe me Lavin. E di që La Strada është ky vend ideal, cil fakt mundri me ardhë, me pi një kafe, një koktel, një gotë verë, por edhe mbi gjitha kuzhinën e mrekullueshme, qoftë ato tradicionalen, qoftë edhe ato detit. Kështu që jam me fat dhe falenderus ekipit Radio Televizionit Nisëne Arjan, falemderit Hajdar, falemderit Berat, Ambi, falemderit Ljum, Tauland, falemderit Ekrem, Flori, falemderit shumë të cilët fakt që ndroni mbrapa meje dhe jeni gjithmonë me mu. Shimi javën tjetër të